Mbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama takon banorët e Thethit dhe deklaron paketa e maleve nuk anulohet. Projekti zhvillon ekonomi dhe turizmi për mira familja. Opozita akuzon qeverin për 4.3 milion euro të dhëna për koncertin e Kanye West. Ministri Gonxha sqaron se ndihma shmangu rrezikun e dështimit të shfaqjes. Ende asnjë gjurmë nga autori i atentatit me 3 të plagosur në Elbasan, policia sekuestron armën dhe 6 gëzhoja, por nuk dihet motivi i krimit. Vjojmë të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Rama ishte këtë të martë në Theth, ku bashkë bisedoi me banorët. Ai bëri të qartë se paketa e maleve nuk do të anulohet. Rama siguroi se kjo nismë do të zhvillojë ekonominë e zonave malore, duke njohur pronësim për mira familje që i zotërojnë tokat, por ende nuk kanë dokumente. Nga Thethi ku zhvilloi një bashkëbisedim me banorët, kryeministri Edi Rama bëri të qartë që paketa e maleve nuk do të anulohet. Kjo ka qenë një nga kërkesat e protestuesve, por ai sqaroi se paketa nuk ka për qëllim të grabisë tokën, por të sjellë zhvillim turistik. Paketa e maleve nuk është as për uzurpues, as për biznesmen që nuk kanë lidhje dhe nuk kanë marrëveshje me ju, as për oligark, as për asgjë tjetër, përveç se për të vënë në lëvizje ekonominë e trashëgimtarëve të pronave në territore ku toka nuk është ndarë sipas 7501-shit, sepse ju dhe të tjerët në këto territore nuk e kanë pranuar 7501-shin, e kanë ndarë tokën mes veti, me kufit e vjetër dhe përgjithsisht nuk kanë konflikte me njëri tjetrin. Kryeministri ndau edhe lajmin se rruga e Dukagjinit do të fillojë të ndërtohet brenda 2 javësh. Për 2 javë rruga e Dukagjinit nis me fondin e zhvillimit, right? Është dash kohë të bëhet projekti, patjetër që gjërat bëhen sipas mundësive. Rama kujtoi aksionin e vitit të kaluar, ku u prishën disa ndërtesa pa leje në zonë që sipas tij i kishin vjedhur magjinë Thethit. Deputetët demokratë ishin kritik për ndryshimet në buxhetin e vitit 2026, duke thënë se ato nuk reflektojnë problemet ekonomike, por ministri i financave sqaroi se të ardhurat shtesë po shkojnë për pensionet, ndihmën ekonomike dhe financimin e mbrojtjes. Ndryshimet e fundit në buxhet sollën debatin e Komisionit e Ligjeve mes anëtarëve të opozitës dhe Ministrisë së Financave. Sipas deputetëve demokratë, ndryshimet nuk pasqyronin një situatë urgjente siç parashikon kushtetuta për miratimin e një akti normativ. Pyetja që shtojmë është, cilat nga këto çështje që sillni ju është urgjente? Ti ambush mendjen që ka urgjencë dhe urgjenca të jetë objektive, jo oportunitet politik, se për shembull na rezulton që onkologjiku bën thirrje për donacione për $4 milion. E ju se pasin e partë gjë. Me që jemi të dy deputet luajnë, a ka mundësi blesh një zerë fikse se jemi me një zerë fikse me 3 goma? Kemi shumë nevojë dhe emergjencë, po e kuptoj emergjencën te kjo, po ka në i ky buxheti për një zerë fikse për lushin, për les pastaj si është godina aty. Për kreun e financave ndryshimet u realizuan pasi koha nuk priste dhe se të ardhurat për 6 mujorin e parë të këtij viti ishin mbi parashikimet e ministrisë. Nevoja lind si rezultat i po themi politikave të reja të paplanifikuara, të cilat duhet të parashikohen në buxhet. Ndërkohë që urgjenca dhe natyrisht dhe po themi performanca financiare që kemi pasur për gjatë 6 mujorit. Tani ju listova 3 më të rëndësishme që lidhen me këtë. Por ajo që është dhe më e rëndësishmja dhe që lidhet me të ardhurat dhe që ne nuk e planifikonim dot kur bëm buxhetin e vitit 2026, pra të ardhurat që ne planifikuam në raport me ato që mblodhen ishin më të larta dhe këto të ardhura i përkthyem menjëherë në politika sociale. Ndërhyrjet në buxhet të miratuara me vendim të Këshillit të Ministrave më 30 qershor parashikojnë indeksimin e pensioneve, dyfishimin e pagesës mujore për fëmijët me aftësi të kufizuara, rritje të fondit për barnat onkologjike si dhe 10.3 miliard lekë shtesë për Ministrinë e Mbrojtjes.
Opozita në Komisionin e Kulturës e quajti shkelje ligjore dhënien e 4.3 milion eurove nga qeveria për koncertin privat të Kanye West, por Ministri Blendi Gonxha sqaroi se kjo ndihmë garantoi zhvillimin e eventit. Komisioni për Kulturën dhe Turizmin u përfshi nga debatet për koncertin e reperit amerikan Kanye West në Tiranë. Gjatë raportimit të Ministrit të Turizmit Blendi Gonxha, kryetaria e komisionit, demokratja Ina Zhupa, kërkoi llogari për financimin prej 4.3 milion eurosh nga qeveria për koncertin. Me 4.3 milion euro dhe bosht ishte do bëhe, dhe që i quat me detyrim. Ne nuk funksionojmë si që funksiononi ju, që sa na vjen një kërkes për dhën 4.3 milion euro, japim direkt se si ashit biletat ati. Ministri sqaroi se nëse qeveria nuk do të alokonte fondin, koncerti rrezikonte të mos zhvillohej, por ai shtoi se eventi ka sjell fitime nga shitja e biletave dhe turistët. Ishte në rrezik humbja e eventit, dështimi i eventit, anullimi i eventit, për arsye se eventi nuk ishte arritur që të garantonte në 2-3 javët e fundit një ecuri të caktuar në vetë financimin e vetë sa i takonte eventit. Debatet vijuan pasi opozita pretendoi se do të jepen para dhe për një koncert të Jennifer Lopez në Tiranë, por kjo është mohuar nga Ministri Gonxha. Në shtator do të vi Jennifer Lopez. Tani Jenniferit nuk i shiten biletat. Çfarë do bëjmë neve? Do nxjerrim një akt tjetër normativ, t'i japim 5 milion euro dhe Jennifer Lopez si se na prishet imazhi i Shqipërisë. Neve, ndryshe nga Reggio Emilia, që mund të anulloj një event për çështje organizative, dhe nuk e ka anulluar për çështje politike fare. Gjatë mbledhjes, Gonxha u shpreh se 22.000 turistë huaj erdhën në Tiranë vetëm për koncertin e zhvilluar me 11 korrik. Shqipëria është gati të presë samitin e ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Ministri i Mbrojtjes vuri në dukje rritjen e ndjeshme të shpenzimeve për ushtrinë si dhe modernizimin e forcave të armatosura. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi prezantoi prioritetet strategjike të dikasterit duke u ndalur tek organizimi i samitit të ardhshëm të NATO-s në Tiranë. Ai tha se ky është një vlerësim i rëndësisë strategjike të Shqipërisë dhe rolit të saj gjithnjë më të madh në aleancë. Koha dhe dallat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet për masave të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Sikur se po e shohim dhe po e ndjejmë çdo ditë, jemi në një moment ku mjedisi ndërkombëtar i sigurisë ka ndryshuar rrënjësisht. Sot bota përballet me sfida të reja dhe të shumë fishta. Lufta në Ukrainë ka ndryshuar konceptin e sigurisë, atë europiane e më gjerë. Konfliktet e tensionet në rajon dhe në rajonet të ndryshme të botës kanë treguar se stabiliteti nuk mund të merret më i mirëqend dhe se nuk mund të konsiderohet më i garantuar. Gjatë konferencës për media, ministri veçoi marrëveshjen me kompaninë Fincantieri, e cila pritet të gjenerojë rreth 500 vende pune në Pashaliman, si dhe hapjen e shkollës kombëtare të fluturimit. Ndërkohë në shtator nis prodhimi i dronëve Kajo e po ashtu pritet të fillojë trajnimi i pilotëve në bashkëpunim me Izraelin. Duhet bëjmë dije se edhe konflikti në lindjen e mesme ka qenë një problematikë shtuar e cila na ka vonuar në pjesën e sjelljes për faktin se gjithë zinxhiri i furnizimit me lëndët e para është një proces i cili monitorohet dhe duhet kalojë në disa etapa dhe duhet kalojë nëpërmjet të rrugëve të sigurta. Por besoj që brenda verës ose në fillim të shtatorit ne do të kemi filluar prodhimin në këtë impiant ku do prodhohen dronët. I pyetur nga Vision Plus për deklaratat kërcënuese të ministres serbe për spastrim etnik në Kosovë, Nufi u përgjigj. Besoj që deklaratat skandaloze, papranueshme, besoj që çdo koment mbi natyrën e deklarate përveç se këtyre dy fjalëve është i pavend. Është papranueshme sot që të ketë një deklaratë të tillë, është për kryeministrin e Republikës, është për Ministrinë e Punëve të Jashtme. Unë si ministër mbrojtje mund të bashkohem me qendrimin e kryeministrit plotësisht. Është papranueshme që sot ne të kemi një deklaratë të tillë. Besoj që edhe vetë reagimi në Serbi ka treguar që edhe atje njerëz të arsyes dhe ato që nuk bëjnë pjesë të ultranacionalistët vazhdojnë të kenë po të njëjtin qendrim, atë qendrim evropian që ne duam të shohim nga kundërpara serbe. Ministri foli edhe për situatën e zjarreve gjatë kësaj vere, që sipas tij është më e mirë se ajo e vitit të kaluar. Kryeministri Rama, sipas opozitës, po përdor avion privat për të nxjerrë jashtë shtetit miliona euro. Pas këtyre akuzave, Berisha i kërkoi prokurorit publik të Bashkimit Evropian që të nisë menjëherë hetimet.
për të transportuar. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se ka nxjerrë para kesh jashtë vendit përmes avionit privat. Në një konferencë për mediat, Berisha i bëri thirrje autoriteteve europiane që të nisin hetimet ndaj kreut të qeverisë. I bëj thirrje prokurorit publik të Bashkimit Evropian, prokurorisë publike, të nërmarr me një hetime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen në hetimet më serioze. Edi Rama që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës që mbush në avion mbush në avion me kartë monedha dhe i sillnin në banka të ndryshme. Akuzat e Berishës bazohen mbi pretendimet e eurodeputetit Tomas Zdechovski, i cili denoncoi Ramën si njeriu që përdor familjarët e tij për të transportuar para jashtë vendit. Deklarata e europarlamentarit në mediat shqiptare është aktakuza më e rëndë që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian. Sa i përket punës së Komisionit të Reformës Territoriale, Berisha edhe një herë cilësoi si manovër të kreut të qeverisë për të shpopulluar vendin. Madje për këtë çështje paralajmëroi dhe protesta. Tani ai kërkon të zbatojë më tej politikën e çpopullimit duke hequr edhe 20 bashki të tjera. Zgjidhja e parë janë protestat e fuqishme në të gjitha këto bashki. Të njëjtën është afati i fundit për të depozituar raportin e Komisionit të Reformës Territoriale, teksa Partia Socialiste ka paralajmëruar se ka gati edhe hartën e re, e cila parashikon reduktim të numrit të bashkive. Sot mbushen 52 ditë nga nisja e protestave kundër qeverisë. Në sheshin Skënderbej janë mbledhur qytetarët e parë që më pas do të marshojnë drejt kryeministrisë me thirrje për dorëheqjen e Edi Ramës. Të buesit kërkojnë edhe anulimin e ligjit për investitorët strategjik. Pas qëndrimit para selisë së qeverisë, protestuesit do të kalojnë edhe në disa rrugë në qendër të Tiranës. Autori i sulmit me armë në një lokal në Elbasan që shkaktoi 3 të plagosur është ende i pa identifikuar. Të lënduarit ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë që policia sekuestroi armën e krimit si dhe 6 gëzhoja. 3 të rinj që mbetën të plagosur me armë zjarri mbrëmjen e së hënës në një lokal në lagjen vullnetari në qytetin e Elbasanit kanë lënë spitalin vetëm 2 orë pasi morën ndihmën mjekësore. Burimet spitalore bëjnë me dije se Bjorgi Hoxha, 19 vjeç, Armando Morica, 32 vjeç dhe Renaldo Manche, 31 vjeç, ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore dhe janë kthyer në banesat e tyre. Sipas të dhënave paraprake, njëri prej të lënduarve ka marrë një plag të lehtë në shpatull, një tjetër në këmbë, ndërsa personi i tretë ka pësuar vetëm një gërvishtje nga plumbi. Në vendin e ngjarjes, ekspertët e policisë shkencore kanë gjetur dhe sekuestruar 6 gëzhoja, të cilat do t'i nënshtrohen ekspertizës balistike. Hetimet janë përqendruar në disa pista për të zbardhur motivin dhe dinamikën e plotë të ngjarjes. Policia ka siguruar pamje filmike nga kamerat e sigurisë së lokalit dhe të bizneseve përreth, ndërsa janë marrë në pyetje edhe 3 personat e plagosur me qëllim rindërtimin e çdo momenti të sulmit dhe identifikimin e autorit. Një element i rëndësishëm i ngjarjes është se në momentin e të shtënave në ambientet e lokalit ndodhej një oficer policie jashtë shërbimit. Menjëherë pasi ka dëgjuar krizmat, ai ka dalë jashtë dhe është vënë në ndjekje të autorit. Gjatë arretisjes, autori ka hedhur armën e zjarrit, por ka mundur të largohet në thellësitë e lagjes duke humbur gjurmët. Persona të panjohur vendosën tritol në derën e shtëpisë Altin Ballës, vëllai të Fadil Ballës i kërkuar nga SPAK për trafik kokaine. Shpërthimi dyshohet se ishte një mesazh kërcënues për Ballën, që është pjesë e një prej grupeve më të fuqishme kriminale në vend. Një shpërthim tritoli ndodhi në fshatin Xhavzotaj të Durrësit, ku objektivi ishte banesa Altin Ballës, vëllai të Fadilit, i njohur edhe si Julian Balla. Sipasoj janë shkaktuar vetëm dëme materiale, kryesisht në portën e oborrit, ndërsa fatmirësisht nuk ka persona të lënduar. Ngjarja ndodhi të shtunën, por është bërë publike vetëm të hënën. Policia nuk ka identifikuar ende autorët dhe po heton në disa pista, mes tyre edhe mundësinë që shpërthimi të ketë qenë një mesazh kërcënues. Besohet se objektivi i vërtet i sulmit ishte Fadil Balla, pasi banesa e tij ndodhet ngjitur me atë të vëllait.
Balla është shpallur në kërkim nga SPAK prej më shumë se 1 viti. Ndaj tij është caktuar masa e sigurisë arrest në burg në kuadër të operacionit kundër organizatës kriminale të drejtuar nga Franz Çopja dhe Ervis Çela. Sipas SPAK, organizata besohet se ka trafikuar rreth 28 ton kokainë nga Amerika Latine drejt Europës në 2 episode të ndryshme, ndërsa 17 ton lëndë narkotike janë sekuestruar nga autoritetet. Kokaina sigurohej nga prodhues në Amerikën Latine, magazinohej në Paraguay, fshihej në ngarkesa tregtare dhe transportohej me rrugë detare drejt porteve të Belgjikës dhe Gjermanisë, për të shpërndarë më pas në tregun evropian. Fadil Balla, i njohur edhe si ish-presidenti i klubit të futbollit Erzeni, rezulton pronar i kompleksit turistik Ayman Park në Gjavzotaj dhe i vilës Dykaçe Elizian në Bregdetin e Dërmiut. Të dyja këto pasuri janë sekuestruar nga SPAK. Sipas hetimeve, Balla ka ushtruar aktivitete edhe në fushën e biznesit përmes një kompanie që ka përfituar tendera publik. Bashkëshorti ish drejtoreshës së postës në Durrës paditi penalisht financieren e filialit. Sipas tij, ajo disponon pasuri që nuk justifikohen me pagën, duke ngritur dyshime se ato mund të kenë ardhur nga vjedhja e pensioneve. Një zhvillim i ri është shtuar çështjes së abuzimit të dyshuar me fondet në filialin e postës shqiptare në Durrës. Bashkëshorti ish drejtoreshës së këtij institucioni, Elisabeta Mataj, ka depozituar një kallëzim penal ndaj ish shefes së financës Valbona Duni, duke ngritur dyshime për pastrim parash dhe krijim të pasurisë së pajustifikuar. Kallëzimi është dorëzuar 2 ditë pasi gjykata caktoi ndaj Valbona Dunit masën e sigurisë arrest në shtëpi, ndërkohë ish drejtoresha e postës vijon të mbahet në arrest në burg. Të dyja së bashku me arkëtaren Paula Dana janë në hetim pas padisë nga posta shqiptare për veprën penale të vjedhjes, duke shpërdoruar detyrën në bashkëpunim. Por në kallëzimin e dorëzuar në 20 korrik, Feta Mataj pretendon se bashkëshortja e tij është bërë padrejtësisht përgjegjëse për skandalin financiar, ndërsa kërkon që hetimet të shtrihen ndaj ish shefes së financës. Sipas tij, verifikimet që ka kryer privatisht tregojnë se Valbona Duni zotëron pasuri që nuk justifikohen me të ardhurat e deklaruara nga paga e saj. Bëhet fjalë për automjete luksoze të viteve të fundit, disa apartamente në Durrës dhe Tiranë, si dhe biznese të hapura për gjatë viteve të fundit. Ai ngre gjithashtu dyshime se pasuria e familjes Duni është shtuar ndjeshëm pas vitit 2020, periudhë që përkon me administrimin e fondeve të rindërtimit pas tërmetit nga posta shqiptare, duke kërkuar që këto rrethana të verifikohen nga prokuroria. Feta Mataj deklaron gjithashtu se bashkëshortja e tij kishte sinjalizuar më herët problematika në sektorin e financës, por sipas tij shqetësimet e ngritura nuk ishin marrë në konsiderat nga drejtuesit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirëpafshim.